me gjithë respektin edhe me gjithë duan që e bëj për këta burra dhe për këtë punë të madhe që bëjnë ata, e kam një dëshirë, e kam një si me thonë udhëzim, një me thonë vërejtje. A nuk do të ishte ma mirë? A nuk do të ishte ma e sakt? A nuk do të ishte ma frytdhënëse? A nuk do të ishte ma e plot? Që këto sadaka tona që i qejmë atje larg, me çdo respekt, me lutjet sinqert që Allahu t'ia pranon, edhe t'jap shërbime, ti bëjmë në vendet tona. Sa xhamia nuk kanë qeshma, nuk kanë bunare, apo kanë qeshma dhe paguajnë ujin. Sa shkolla nuk kanë qeshma, nuk kanë bunare, apo kanë qeshma dhe paguajnë ujin. Sa ambulanta nuk kanë qeshma, apo nëse kanë e paguajnë ujin. A nuk është më e saktë edhe më e mirë edhe më e dobishme që kontributi jon krahas asaj që shkon atje, ta bëjmë që edhe në vendet tona ato xhamia që kanë qeshma dhe u vijnë fakturat e shtrenjta, t'u bëjmë për një bunar dhe ata të jenë pavarur nga sistemi i ujësillësit. Apo ato shkolla që në për fshatra, në për qytete, ku të qofshin ato, që s'kan qeshma, apo s'kan ujë, apo vijnë pagesat e mëdha, t'u bëjnë ka një bunar edhe ta kenë ujin e tyre dhe të mos kenë nevojë për të pagu fatura, apo ato ambulanta në për fshatra të ndryshme në vendet tona, apo ato familje të varfura. Kjo është domethënë një dëshirë që këtë kontribut tonin dhe angazhim tonin ta orientojmë fillimisht në vendet tona, normalisht krahas asaj që na e bëjmë edhe në vendet tjera.